Këshilltari shtetëror për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, Afet Jashari, ka folur për televizionin Shenja për gjendjen e akuaduktit të Shkupit. Ai ka shpjeguar se Qendra Nacionale e Konservimit, në bashkëpunim me Drejtorinë e Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore, e bën elaboratin e gjendjes faktike të akuaduktit. Pas vendimit të elaboratit që kaloi te Këshilli Nacional për Kulturë, me vendim të qeverisë në vitin 2021, ky akt apo kjo emir e trashëgimisë kulturore është shpallur si trashëgimi kulturore në kategorinë më të lartë dhe tani domethënë me këtë pretendohet që në vazhdimsi të bëhet edhe gërmimi arkeologjik e saj, pasi që burime të ndryshme historike thonë që ka pasur preardhjen nga periudha romake, kemi burime tjera që është monument i periudhës osmane e kështu me radhë. Ai njoftoi se përgjegjëse për monumentin është Qendra Nacionale e Konservimit, e cila nëpërmjet planeve buxhetore prej vitit 2021 vazhdimisht bën intervenime, megjithse buxheti nuk është i mjaftueshëm. Unë mendoj që duhet të ketë ndryshim të planeve buxhetore apo të rimendohet edhe njerë decentralizimi që ingerencat e këtyre që janë monumente kulture të trashëgimisë kulturore të kenë edhe vetë qeverisja lokale, që nëpërmjet atyre të ketë edhe thirrje që buxhete apo fonde të Bashkimit Evropian dhe ambasadave të ndryshme që ajo deri në vitin 2028 që është planifikuar kur edhe Shkupi do të jetë qyteti i kulturës, të jetë njëra ndër atraksionet turistike dhe aktiviteteve kulturore edhe në atë lokacion. Jashari propozon që të ketë ndryshime ligjore për të mundësuar edhe komuna që të japin kontribut për ruajtjen e monumenteve historike që janë në territorin e tyre. Duhet të ketë ndryshim plani, duhet ndryshohet ligji për decentralizim, pasi që për fat keq ne ende jemi si shtet në fazën e parë të decentralizimit, atë që them që mos ketë përgjegjësi vetëm institucioni nacional, qendra konservative apo Ministria e Kulturës, po të kenë ingerenca edhe vetë qeverisja lokale. Jashari tregoi se deri në këto momente është bërë mbrojtja e harqeve që mos të ketë dëmtim të madh të tyre. Këtyre detajeve u jepet rëndësi gjatë ndarjes së planeve buxhetore të Ministrisë së Kulturës. Ai theksoi se ky monument meriton të jetë në qendër të përkujdesjes, pasi që monumente të tilla janë vetëm 3 në Ballkan.